Parashikimi i motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, ju ftoj të njiheni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë ndikua nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti ishte me vrenësira mesatare deri të dendura, si dhe alternime kthjellimesh. Vrenësirat u pasuan me rishje shiu me intensitet ulët në një pjesë të madhe të territorit, ku gjatë orëve të mesditës dhe pasditës në zonën e qendrës dhe të jugut, rishjet u shfaqen me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra, shoqëruar me shkarkesa elektrike. Ndërsa në zonën e perëndimit, këto rishje shiu ishin me intensitet mesatar deri të lartë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike, të cilat në periudha afatshkurtra u shfaqën rrëmbyeshëm dhe problematike. Era ka fyer me drejtim juglindje dhe jug perëndim me shpejtësi mesatare 10 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka arritur shpejtësi 18 metër për sekond, e shoqëruar me vajzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 9 deri në 21 gradë, në zonat të ulta 11 deri në 26 dhe në Bregdet 15 deri në 24 gradë Celsius. Ditën e nesër me vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vrenësira mesatare deri të dendura, duke filluar në orët e paraditës dhe kryesisht një mot me kthjellime dhe alternime vrenësirash kalimtare mesatare deri të dendura. Pritet gjithashtu prezencë e rishjeve të shiut me intensitet të ulët që në orët e para të ditës në një pjesë të madhe të territorit, ku në zonën e veriperëndimit dhe pjesërisht në qendër, rishjet do të jenë në periudha afatshkurtra në formën e shtrëngatave, duke u ndërprerë më pas në të gjithë territorin. Era do të fryjë me drejtim juglindje dhe jug perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 18 metër për sekond, e shoqëruar me vallëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 7 deri në 20 gradë, në zonat të ulta 9 deri në 23 dhe në Bregdet 13 deri në 25 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova sot. Kosova nesër. Rajoni sot. Rajoni nesër. Europa sot. Europa nesër.